I akuzuari Endrit Nika është fajtor, të akuzuarin Endrit Nika e gjykon me dënim me burgim kozgjate prej 18 vite. Asesino! 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 Me datë sotit 19/2/2026 në ora 9:30, në emër të popullit merr këtë gjykim. I akuzuari Endrit Nika është fajtor për veprën penale vrasje e rënd nga reni 173 paragrafi 1.1.3 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Andaj gjykata në bazë të dispozitave ligjore të Kodit Penal të Republikës Kosovës dhe të Kodit Procedurës Penale të Republikës Kosovës të akuzuarin Endrit Nika e gjykon me dënim me burgim kozgjate prej 18 vite, i cili dënim do të ekzekutohet nga dita kur aktgjykimet merr formën e prerë. Në dënimin e shqiptuar me burgim të akuzuarit i llogaritet koha e kaluar në para burgim, duke llogaritur nga data 1/8/2023 tutje, të akuzuarit me akt vendim të veçantë i vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotfuqishmëri të këtij aktgjykimi, por jo më shumë se dënimi shqiptuar në aktgjykim. Detyrohet i akuzuarit që në emër shpenzimet procedurës penale, sipas llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 1.000 euro. Si dhe në emër të taksës për kompenzimin e viktimave të krimit të paguajë shumën prej 50 euro, të gjitha këto në afat prej 15 vite nga dita kur aktgjykimet merr formën e prerë. E dëmtuara Maria Magdalena Del Monte, përmes përfaqësuesit të saj ligjor, uzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. Pas shpalljes së këtij aktgjykimi, shkurtimisht i prezantoj arsyet e këtij aktgjykimi. Gjykata pas administrimit të gjithanshëm të provave personale dhe materiale, si dhe pas vlerësimit të tyre, ka ardhur në përfundim se përmbyllet qarku i këtyre prova, duke përjashtuar çdo mundësi tjetër alternative të rrjedhjes së ngjarjes faktike për të cilën i akuzuari shpallet fajtor, ashtu që është vërtetuar për te dyshimit të bazuar se me veprimet të akuzuarit Endrit Nika përmbushen të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale për të cilën i akuzuari shpall fajtor. Gjykata do të përpilojë aktgjykim brenda fatit ligjor, kundër këtij aktgjykimi personat e autorizuar kanë të drejtën e ankesën brenda fatit për 30 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, gjykatës së apelit të Kosovës në Prishtinë përmes së gjykate.